motrat e Shën Vincenzi që janë deden me miqtë e tij të grupit karizmatik të Kosovës, vazhdojnë me kanë burrat fortë të qëndrueshëm. Faleminderit Zotit për hirin që ja ka dhënë. Këtë përshëndetje ja u baj në emër të rive të dajqit të mams, dragunës së Kotrit, edhe të bashkësisë të Tempullit Zotit, që janë familja jonë. Dëshirojmë me bashkanda hirin që Zoti e ka dhënë ne edhe në juve. Na nuk e kena pru Zotin këto, Zotin e gjajmë këto, por po së bashku të zbulojme, kja një mrekulli që ja u ban edhe një dhurat që ja u ban Zoti bive, pëse së bashku e zbulojmë, e gjithë një ma shumë të zbulua, thellona në misteret e mbretërisë së Hyrit, dhe kjo është e domosdoshme për ne, për jetën tonë, me u thellua në misteret e Zotit, me i qua kam të shpirtit tonë rajt, me i qua deri atje ku a ujt, ku prek kamt e trupin, e shpirtin, e jetën, ujt e gjallë, të shpirtit shajt, që na ban me zbulu Zotin e natyrin e tina. Atër pas gjatë shumë, unë në zemër më ka ardhë kjo fjallë, e kam nënvizua, pse më u thellua në mistere, sepse thot, Psalmi 34, reshti 9 edhe 10. Thot, sprovoni shini sa i mira është Zoti, i lumi ai që shpreson në ta. Nderojeni Zotin ju, shajtërit e tij, su mungon asgja atyre që e drejtojnë. Pra, sprovoni e shini sa i mira është Zoti, e nuk u mungon asgja atyre që e drejtojnë Zotin. Kjo fjalë më ka ardhë, edhe çdo njani prej nesh janë i bindur që ka nevoj me sprovua, me pas këtë eksperiencë, këtë e kanë pas shajtnit, Shën Petri, ka qkoj mos Zot ti ke fjalë të jetë s'pas osëm. Pra, ti e ke jetën, nuk u mungon gjatën që janë që shpresojnë ty. Ka me shku tjetër. E na ikim me enna pse nuk kem zhjetë gjithë shka, nuk kem sprovuar gjithë shka. Pse ai ashtë edhe ka, edhe ai mirë, ai shishë. Na do na me u thellua dhe që t'ja njën këtë shije. Shamo rrugës dhe edam na përmeni një fjallë, kur Jezusi thot, barra jame është e letë, zhjela me ambel. Hajde një thotë të unë t'ju të shlovi, ju që një të lovën për i barës ranë. E kem nevoj me përvua Zotin edhe kështu, me sëpërvu sa i mirë është, qëfar shijet ka e qka i siljet s'tonë. E vetëm këtë tona, me u thellua e në ditën e sot, me bashkësia munua, me u bagati për ju, për ne, me mujtë me emërria dhe sot, lavdin e Zotit e natyrën e tina. Tash, qona në kame po zërë. Vazhdo në vazhdo në akademinë, më afru me sprovoj sa i mirë Zotit sot. Këtë eksperiencë, këtë fillim takimit me Zotin, bashkëpunimit, du me sprovoj sa i mirë Zotit. Ta shqyojnë në sot të mesin Zotit. Nëse të këna pas mundësijet e tyra me shqiu, po sot i në mdellë një të matë veçantë, shkarë prej larë, mu pa bashkë, në shqiu së bashkë të mirë të Zotit, mirësi e ti. Që të mund të me shqiu të shqiu të në vetë një pamë që të mund të ashohë mirësi të Zotit, mund të prejtojë. Ashtë i pamë që të hapë në Zotit të zemës. Dhe hapë në Zotit sy të shpiritit të zemës, në shtë si ashtë teksti kanës që të ashohë me të ashohë mirësi të Zotit. Me të këtë kanë të përru që një vardejtë në shpiritit tonë, në vopër e sëtë të në sëtë në hapësit e zemës, të me shpasë, të me shimu sëtë, të me të prejë sëtë, të me të provu sëtë, të me vërtetë të taku me të mirësin të anë sëtë. Happy o sosi të zemës, happy o sosi të zemës,
qina para Zotit. Dhe hapim një libra, që të mund në vërtet të manë Zotit në të hapë zemrës, të hapi i kratë, baba i gjest jashtën, të nuk flamë që vërtet në rësjenë të hapë zemrën të hapë, që të zbresin shia e Zotit, të mund të aprovojnë vërtet Zotit në mirësia të një zemrën të. Po i hapë dhe dur tona, si shenjë si du me hapë zemrën, e vetëm si shenjë jashtën, si du me hapë zemrën se të të ti për pranin e Zotit. Asë gjamat, me gjamat, asë gjamat, si të në gjamat jashtë zakoshme. Vërdet me shiu Zotit, ti hape dhe dhe të të falë. O Zot, është si të t'i hape një më të hapë zemrën për e, që të më të njësë, e njësë një të si të dhe të dhe të falë. O Zot, si të zemrën, o Zot, si të Ishvati
që kena hapë zemrën dhe i Zotit. E bukur është çdo kohë që jetojmë, por sidomos në jetë rini. E rinia është kaq e çmueshme. Pse? Se i riu është plot jetë brenda. Ka kaq shumë dëshira, kaq shumë jetë për brenda. Edhe veç dhe mi dhëru sa ma shumë që të jetojnë maksimumat, atë jetë ma të bukur, atë jetë ma të shtrenjtë, atë jetë që gjithkush dëshirën me jetu mirë. Por njeriu është i krijuar me kënë në marrëdhënie. Në marrëdhënie çdo ditë është i krijuar me njeriu me kënë. E ne kërkojmë me pas një marrëdhënie kaq sport, me shoqëninë tonë ose me vllaun e motrën ose gjithku kërkojmë ku me shiju jetën me dikën, ku me kalu mirë me dikën, ku me gjetë pështetje, ku me gjetë siguri, që jeta jonë shkojnë, vazhdojnë, bëhen të bukur. Po a mos ndoshta harrojmë marrëdhënie më të bukur, më të shtrenjtë, që njeriu mund të me pasën këtë jetë. E përpara, një si njerëz ishim të thymë, për i mkatit, për i rënjes. S'kena mujtë asë me pasë marrëdhënie me askan, as me Zotin, as me vetvetin tonë, as me tjetrin, ishim plotësisht të vdekur për i mkatit. Por falë shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit, falë veprës të tij, falë mundimit, vdekjes, ringjalljes së tij, çka ka bajë, e ka rikthyer njeriut atë që ka humbur mëkat, marrëdhënie me Zotin. E kjo është thesariet më e çmueshëm që mundesh me pas, si i ri, ajoja më të shtrenjtë që mundesh me jetu. E për këtë Zoti të fton të kërkon me pas vërtet një marrëdhënie plot me ta, plot jetë, të sinqertë. E përkërkojmë sot, çdo njeri prej nesh, të kërkojmë këtë marrëdhënie me Zotin. Ndoshta jena të thyme, ndoshta s'kena besim në askan, ndoshta as nuk besojmë në Zotin ashtu. Por Zoti do me pas një marrëdhënie vërtet, me bijtë e tij, ne jena bijtë e Zotit, ne jena krijesat e tij. Na jena krijuar vetëm për ta. E vetëm në këtë njeriu gjen lumturinë e vet, plotësinë e vet. Pa ja kërkojmë Zotit këtë sot, e përkënojmë i ka, e pa ja hapim zemrën Zotit prapë, që ai mundet me vërtet me veprën e ne.
ndroje Zot Jezus, bekoj për këtë ditë me gjithë zemër të bekoj se kam gjetë thesarin e jetës teme në ty, o Zot. E nuk kam thesar për ti, tjetër përveç teje, o Zot Jezus. Të falenderoj, o Zot Jezus, në ty kam gjetë plotësinë e jetës. Tu pas një marrëdhënie të vërtetë me ty, o Zot. Kam gjetë lumturinë teme. Faleminderit, o Zot Jezus, ti fton çdo njërin prej nesh me kriju këtë marrëdhënie me ty. Një marrëdhënie vërtetë me Zotin tonë. Faleminderit, o Zot. Ideja e ti, o Zot Jezus. Faleminderit, o Zot. Bekojmë këtë ditë, o Zot. Bekojmë se dhe sot e ke këtu çdo njërin prej nesh, me provu mirësinë tënde dhe me provu shpirtin tënd. Faleminderit. Çka do të thonë me pas marrëdhënie me ty. Faleminderit. Çka do të thonë me komunikim me ty. Lavdi ty. Ty si marrëdhënie me çdo marrëdhënie, Jezus. Amen. Je plotësimi i jetës tonë. Faleminderit. Falenderojmë se të shpirtin e çdo njërit sot. Amen. Që do të komunikim me ty. Zotin tonë, të mirën e ty. Si ai që është me çdo krijesë, si ai që është me çdo të mirë. Amen, o Zot. Me çdo shije që i ka shpirtin. Faleminderit. Falenderoj. Falenderoj me të hapim zemrën tonë. Jezus, ti je i pushtetshëm. Amen. Jezus, ti je i lartë. Ti je, o Ja Zot. vjen të hap zemrën. Ja vjen të pas marrëdhënie me ty. Je ai që marrësh vendos, me pushtet në për jetë, autori i shpëtimit. Bekoj si e këtu i pranishëm, si e Zot i gjallë. Amen. Sot që shikon mbi zemrën teme, mbi pafësinë teme më ngrit, o Zot. Faleminderit. Je ti ai i pari që merr iniciativën e dashurisë me ardhmë. Faleminderit, Zot. Ma shtrim dorën tënde, ma e forcën tënde më ngrit. Kjo është bekuar, Zot Jezus. E më qëndrua përballë te në komunikim me ty, me marrë jetën tonë. Amen, o Zot Jezus. Me marrë dhuratën e shpëtimit edhe një herë. Amen. Do shpëtri vepra jote në jetën teme. Amen, o Zot. Gloria që askush Lavdi si ty, dorë o prej Zot. me, o Zot. Por që Lavdi të monin ty, o Zot. ndjekën ngritur. Faleminderit. Gloria. Amen, o Zot. Gloria që je kështu, o Zot. Gloria që Lavdi ty, gjithmonë o ke Zot. iniciativa të reja për shpëtimin e njerëzve. Kjo është bekuar, Zot Lavdi Jezus. jam. Lavdi jam. Lavdi ty, o Zot. O Zot, ti na ke ftuar që të him në gëzimin tanë. Amen, o A Zot. ka diçka më mirë në këtë botë, Zot? Amen, o Gjëna Zot. për zhjumit e lutëm i shpirti shenjë, që Faleminderit. ndizën zemrat tona për ty. Amen. O Jezus, faleminderit që të gjitha i pagove për ne, që ne Amen. jemi të lumtur, e të gëzuar me ty Lavdi dhe me ty, njëri tjetrin. Lavdi dhe o përsate, o Zot. Zot Jezus. Kjo është bekuar. Faleminderit, o Zot. Kjo është bekuar me disnesh. Bekoj e Zotë i gjithë zemrës. Kjo është bekuar. Bekoj se ftesa jote vlen gjithmonë. Amen. Me një komunikim në marrëdhënie me ty. Amen, o Zot. Falenderoj. Se gjithmonë dorë jote është e shtrime dhe ne e drejtë secilit prej nesh. Që të vim ose në marrëdhënie me ty. Amen, o Zot. Që të fitojmë pasuritë e dashurisë së gjithë ato të mira që na jep, o Zot. Ato të mira shpirtërore që na e prezanton. Amen. Faleminderit, Zot. Se ti prej nesh vetëm prej një kohë, një përgjigje të sinqertë të zemrës tonë. Lavdi ty, o Zot. Lavdi jam. Faleminderit, o Zot. Lavdi jam. Amen. Ke prek zemrën me ty. Faleminderit. Amen, o Zot. Ke prek bushtë e mia, gojë. Faleminderit. Faleminderit, o Zot. Ke më shumë fol, ke më shumë fol me ty. Amen, o Zot. Faleminderit, o Zot. Amen. Bekoj me gjithë shpirt, Faleminderit, o Zot. se ti më mëson gjumën e atë të
Amen. Amen. Ti ma mësëgjuën që du të flesh. Lavdit. Këtë bekoj me gjithë shpirt. Edhe më thellon në të mirë. Amen. Ashtë e bafë. Faleminderit. Ka mërën gjithë shka për. Lavdit ju. Dhe bekoj me gjithë zemër që ma ke brek zemër. Amen. Zerin e zemër. Gloria. Që ti me hyre me da. E ka një lirë që në shpia jote. Amen. Gloria. Abanesa. Gloria. Amen. Falenderoj me gjithë zemër. Ti Faleminderit. çdo ditë, çdo kohë, çdo natë, e vjen të mirën brenda vetë. E vjen të mirën brenda. E vjen dritën. Ti je Zoti. Amen. Për këtë falenderoj me gjithë zemër. E me gjithë shpirë.
E të falenderoj për vdekjen e rinjallën tënde, të falenderoj për atë vepër që ti ke bërë për mua, Zot, me mbaj jetën tënde sinore. Amen. E që të ajo që ty të përkëtët, Zot. Faleminderit. Të bekoj o Zot Jezus, të falenderoj. Gloria ty. Kjo është bekus. Edhe unë bekoj me gjithë zemrën këtë moment. Bekoj për pranin tënde të gjallë mesin i. Amen. E du me të beku për atë moment në cilin tim ky ba me jetu marrëdhënie personale me ty. Amen. Zemrën me ty. Lavdi. Bekoj pse aty kam fillu me marrë jetë. Amen. Aty kam fillu me kuptu. Amen. Aty kam fillu me kuptu që të më thajnë me jetu. Lavdi ty o Zot. Për këtë falenderoj me gjithë zemrën. Kjo është Se çdo ditë bash forca jeme e gëzimi. Kjo është bekus. Kjo është bekus. Kjo është bekus e Jezus. I mirë. Lavdi ty o Zot. I mirë. Lavdi ty o Zot Jezus. Faleminderit o Zot. Faleminderit o Zot Jezus. Se ti na fton me pas një miqësi të vërtetë me ty. E kjo është vetëm fitim për ne, nuk është humbje. E ashtu si thotë Psalmi 103, çfarë bën me pas një marrëdhënie me ta? Çfarë të ofron Zoti tu pasi kështu? Thot, ai fal të gjitha fajësitë tua, ai shëron të gjitha smundjet e tua, ai ta shpëton jetën prej varrit, ai të kurrëzon në mirësi e dashuri, me të mira të mbush vitet e tua, do të ripërtrihet si shëponja rinia jote. Kjo është ftesa e Zotit. Kjo dën Zoti për ty, për çdo njërin prej nesh. E të kërkojmë këtë ripërtrirje, që Zoti vërtet bëhet Zoti i jetës tonë. E pranoj faljen tënde, o Zot. Pranoj hirin tënd që do më ripërtrije, do më lartësua në lartësi. Që do më ripërtrije, o Zot, jetën tënde, më ngrit aty ku je ti, o Zot. E me ecë bashkë me ty në gëzimin tënd. E pranoj hirin e faljes, o Zot. E kërkoj falje, o Zot. E vetëdijsohem, o Zot, për gjitha herë që se kam pranuar mëshirën tënde, o Zot. S'kam pranuar me ecë me ty, me të ndjek ty, me u lartësu atje ku je ti, o Zot. Por kam preferuar me ecë në ulësitë e kësaj toke, o Zot. Amen, o Zot. Pranoj ty, o Zot. Pranoj hirin. O Zot. Këto momente, po ju kërkoj që të hyni në mbrëndësin tuaj, të hyni në thellësitë tuaja, dhe shihni aty çka keni brenda zemrës. Çka ka rëndësi për çdo njërin prej nesh, çka ka rëndësi për ty. Por shi, a ka ndonjë vend për Zotin? A ke lënë vend për Zotin? E nëse nuk ka vend, nëse nuk i ke bërë vend përpara, s'ka gjë. Fillojmë sot. Kjo është një ditë e re, një mundësi e re. Por hape zemrën. Këtë momente hape zemrën, dorëzoju Zotit. Kjo është një akt shumë i rëndësishëm për jetën tënde. Është një akt thelbësore për jetën. E nëse ti e bëni këtë akt, jeta jote do të rishojë. Zoti do të hynë e do të mbretërojë mbi zemrën tënde jetën tënde. E ke me pas si ka më realizuar jeta jote. E o Zot, vepro në ne. Hapë zemrën, o Zot. Ty të dorëzohem. Ty të braktisim, o Zot. Dua të besoj në kësaj fjale që na bërban sot. Ti premtimi që e ke bërë me fjalën tënde. Du më besu, o Zot. Tu besu në hirin e faljes që vjen në jetën. Tu besu në shirin që vjen në jetën tënde, lirinë që vjen në akuzën e zemrës. Besu në ty, o Zot, se të gjitha dobësitë që i braktisi besu në ty. Të gjitha dobësitë në ty e marrin forcën, ty e gjejnë ripërtimin e shpirtit ashtu si
shpesh. Që ti të më shpirosh, e ti të mjafësh forcë me mërit për e. Me pratik. Mërit për Krisë. Amen. Ty të besoj. Hapi Ty të zemrën. praktis. Shenjë. Të hapi zemrën. Ty gjejnë forcë të mërit për Krisë. Mërit lartë. Me të fëtëru drejt për e. Amen. Ty të besoj. Amen. Ty të besoj. Isu natyr,
që ta hapë është para zemrës çdo njeri personalisht, është ndarë ta thotë. Ta recognize. O Zot, duke dërzuar zemrën time, zemra tona, fitimi është shumë i madh, o Zot. Bekimi yt mbi ne është shumë i madh, o Zot. Ndihmona të qelim zemrat të gjithë, e të ndigjet ky vend në fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, e të mposhtet errësira jonë këtë botë e mes nesh në kishën tënde. Ti, o Zot, flakron zemrat tona. Këto qaste dëpërton çdo zemër, nëse është ngursuar Shpirti i Zotit, Shpirti i Shenjtë, ndihmoj, ndizna sot. Kemi flakë e madhe, një zjarr i madh këtu në Letnicë. Faleminderit Zot. Falenderojmë Zot Jezus, se Ti ke thirrur çdo njërin prej nesh me pas një marrëdhënie të vërtetë me Ty. E ne o Zot sot e pranojmë ftesën tonë. E pranojmë me çdo zemër, thonë po e dum. Dum një marrëdhënie, një miqësi të vërtetë me Ty. E dum e hapim zemrën vazhdimisht për Ty, o Zot. Veç na prano Ti, o Zot. Na pranoj, Zot Jezus, pranoj çdo zemër që është këtu. Pranoj, o Zot, që të bëhet një vegël e jote, që të bëhet bie për Ty, që çdo ditë jeta e Tynet forcohet, ripërtrihet, të bëhet të re, të bëhet të shenjtë. Po ne kemi nevojë për hir, e hiri yt vetëm vjen prej veprimit të Shpirtit tënd. Po i thrasim Shpirtin e Zotit me i kam, që të vinë e të mbretërojnë në ne. Eja Shpirti i Zotit. Eja hapë zemrën, hapë rrugë për ne, Shpirti i Zotit. Zbrazë hirin tanë, se nuk mund në vetëm, nuk mund në pa fuqin tanë, o Zot Jezus. Prandaj po thrasim, eja Shpirti i Zotit. Eja Shpirti i Shenjtë, pranoje çdo njërin prej nesh këtu. E bën një jetë të re për ta. Eja Shpirti i Zotit. Thirrë për emër Shpirti i Shenjtë, eja Shpirti i Zotit. Eja Shpirti i Zotit. Happy, oh, so
kur erdhi koha e caktuar, hyi dërgoi birin e vet të lindur prej gruaj, që ne ta fitonim besim në shpirt. E prej se vërtet jeni mbi, hyi e dërgoi në zemrat tona shpirtin e birit të vet, i cili gërthet, Aba, o Atë. Këndej nuk je ma sklav, por bir, e mbasi e bir, atëherë për vullnet të hyj, je edhe trashëgimtar. Amen. Amen, fjale sate. Falim. Amen. Të falenderojmë Zot Jezus përsëri, të falenderojmë për veprimin tanë në jetën tonë, për fjalën tënde që na jep jetë, e që na quhemi bijtë të tu, trashëgimtar të tu. Fal veprën sate që ke bërë për ne. Faleminderit Zot. Bën që të qëndrojmë me ty. E bën e vërtet birë, bën e vërtet trashëgimtar të tu. E po kërkojmë ndihmësinë e Zojës së Letnicës, që të dim na me mbajt fjalën tënde në zemrën tonë, e të ecim çdo ditë sipas vullnetit tënd. Të falemi Maria, që plotë në Zotin e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barbut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na i hyj, lutu për ne mëkatarë, tash në fillim të jetës tonë. Amen. Tash po vazhdojmë me katekizën e parë. Edhe kronometrin që mos t'i mërzit shumë. Mirë, si e tha dhe Dëmdina, sot dhe t'i kushtojmë rëndësi pak asaj që në fakt do të bëjmë gjatë tyne ditëve. Mënyrë të veçantë do të fillojmë qysh nesër me hy në që e quajmë java madhe apo java shenjtë, ndryshe. E keni parasysh që nesër me ditën e larit e deri të shtunën do të përjetojmë, do të mundon edhe një herë me hy një që është misteri më i madh i fesë tonë. Veçanti me kulmin që është 3 ditë i pashborë. Jo dini, nuk është 3 ditë, për ne është 3 ditë. Për Krishtin ka kënë 1 ditë e vetme. Sepse fillon e mbaron vepra jonë e shërbimit. Vepra ati e shërbimit për ne, ma mirë me thonë. Për këtë arsye, me fol pak sot, unë e kam për detyrë me fol për vdekjen, por me po vdekjen, me fol për vdekjen duket pak si diçka e trishtueshme, por për ne të krishterët nuk është diçka e trishtueshme vdekja. Nëse do të kisha fol para Krishtit për vdekjen, nuk do të më kishin nisat dhe do të kishin gjithë për jashta. Sepse vdekja para Krishtit ishte momenti i mbarimit të gjithë shkajet. Do më thonë momenti kur shuhet gjithë shka. Me Krishtin ndryshon krejtësisht. E do ta kuptojmë çfarë kuptimi jep Krishti vdekjes. Se nga njerë harrojmë se mas parit vdekja është mister edhe për vetë birin e hyjit, për vetë Krishtin. Gjithmonë, Krishti ka bë për ne, është e vërtet. Po mas parit, ai në trupin e vetë është mërthy në kryq. Ai vetë e ka vujt i pari vdekjen. Ai vetë i pari ka pësu mundimet. E atëherë,
duke kënë se Krishti vetë e ka pësu, ashtë i aftë me të batu pjesë të misterit të jetës ti. E kur s'dhët me harruj këtë gjahë. Ishte një filozof, kush ka studiu filozofin antike si dhe mas, Epikuri thoshte kështu: nuk kam frikë nga vdekja, sepse kur të vinë vdekja, unë s'do të jem aty. Ky zotnia nuk e konsideron të as pak. Vdekja jeta për ta barabar. Thot, kur të vinë vdekja, unë s'kam me gjen aty. Do me thonë që ai nuk priste diçka tjetër mas vdekjes. Jeta ati baron këto në tokë, e mjafton. Për këtë arsye, sot du me fillu me një, jo e njëtë një gjithë Steve Jobs. E njëtë një, po? Një miliarder i madh. Një person që kishte kompani të mbaja. Ashtë themelusi Apple, që ne i përdorim sot. Ka vdek moshën 56 vjeçare. Edhe shqip janë fjalët e tija. Një person që ka pas gjithçka në jetë, shi që thotë: unë arrita majat e suksesit, thot, në botën e biznesit. Në sy të tjerëve, thot, jeta ime ishte shembulli marrë për krym i arritjes së suksesit. Megjithatë, thot, përveç punës, unë kisha disa kënaqësi të vogla, thot. Tek e fundit, thot, pasuria është një fakt me cilin jam mësuar tashmë. Por, thot, kur ishte i smur, në ato qaste, i smur, i shtrim krevat, dhe duke rikujtu ton jetën time, thot, arrita në përfundimin se gjithë ajo famë dhe pasuri në cilën unë krenosha, u zbeh dhe u bë e pa kuptim në përballjen me vdekjen. Shifni, ha? Ti mund të punësosh, thot, një shofer personal, ose dikan që të fitoj para për ty, por ti nuk ke me gjetë asnjë që të duroj apo të mbaj smundjen tënde. Të shky ka edhe drejt, edhe nuk ka drejt. E dini pse ka drejt? Sepse njerëzisht as kërkush nuk mundet me marrë përsipër mbi krahët e vet, as një qenie e gjallë, smundjen për ty. Ti vetë du ta luftosh. Por nuk ka drejt, sepse ky nuk nje Krishtin. Ta kishte njoh Krishtin, kishte thonë: një dikan që do të ma kishte majt smundjen time për mu. E kuptoni? Nuk e nje Krishtin. Për këtë, ne që njohim Krishtin, nuk kena frikë para vdekjes. Nuk na të meron vdekja. Thot Shën Pali dikon: Zoti erdhi më na liru nga frika e vdekjes. Phobos tu than ato greqisht. Frika e vdekjes. Ashtë kjo frikë që e kena gjithë brenda nesh. Sepse Krishti akoma nuk ka fillu me na marrë jetën tonë përsipër. Bukur, edhe një herë. Gjithë shka u zbe në përballjen time me vdekjen. Miliarder i madh. Po në fund edhe ai është njeri. Edhe ai ka dobësit, edhe ai ka smundje, edhe ai ka provu se me tanë ato miliona që kishte, ishte i pa fuqi për me shpëtu jetën e vetë. Prandaj, nëse doni me kuptu kush është Krishti për ju, veç bani pyetje vetes: a mundesh ti me shëlbu veten tënde? A mundesh ti mi than Algert, unë po të shëlboj, po i tham vetes. Mirel, unë du me shëlbu veten. Mari, asnjëri për ju nuk mundet mi than vetes: unë tash e shëlboj veten. Vetëm Krishti thot: unë të shëlboj. Vetëm Krishti thot që të shpëtoj nga vdekja jote, nga mëkatet e tua. Kjo është mrekulli. Kjo është mrekulli e madhe në jetën tonë. Shikoni, kena ban me kuptu se nuk ina njerëz që nga një herë ta kish në ndorë shpëtimin tonë, do t'ishna shumë njerëz krenar. Shqyqër Zotit që na shpëton Krishti, edhe kena mundësin me kemë përvujt mu leju mu shpëtu prej Zotit. E kjo është merit e madhe, a dy fish merit. Nuk është vetëm merit fakti se arrim shpëtimit, por që dhe leje mu shpëtu prej Zotit. E me dini se shpëtimi nuk meritohet.
por është Zoti që vërtet ty të jep hirin që të bash e të hysh në logjikën e Krishtit në jetën e tij, për cilën edhe kam ju folmarja ma vonë. Njëherë ishte të diskutu me një profesor teologjisë, dogmatiks, mbi darkën e fundit edhe diskutime sipër doli një konkluzion mjaft i bukur që më ka shndrit në atë moment. Në darkën e fundit Jezusi është me gjithë apostujt. Janë 12 apostujt aty. Dhe në të vërtet aty nuk është e gjithë bota. Jezusi gjanat e mëdha nuk ka pas nevojë për shumë popularitet. Nuk ka pas nevojë për shumë njerëz, po ka pas nevojë për pak e sak. E thot Jezusi, themelon Eukaristin, thot që korpi im, që gjaku im. Edhe në atë moment, shikoni, kur Krishti ka kryer këtë vepër shpëtimit, do më thonë, me vdekjen dhe me ringjalljen e vet, nuk ka shpëtuar vetëm ata që kanë qenë gjallë gjatë 33 viteve të jetës tij, apo gjithë ata që kanë me qenë gjallë në kohën e tij. Gjaku i Krishtit, vepra e tij, ka mrit njeriu e parë, qysh të njeriu i parë që ka kriju, e deri te njeriu i fundit që ka me ekzistuar në këtë tokë. Sepse është gjaku i të pafajshmi, është gjaku i hyjt, është biri i hyjt që është shëlbu, që ka vdek për me na shëlbu neve. E do të thënë ju si vejna na sot në kontakt, cila është mënyra me cilën na marrim pjesë në vdekjen e ringjalljen e Krishtit. Kanë kalu 2000 vite, 2023 vjet, ma pak më falni, se Krishti ka vdekë rreth në vitit 30 e sa, pak a shumë. Por, mas shumë vitesh, si na futna, si bana pjesë e kësa jetë, si bana pjesë, si kena mundësi që na të shpëtona sot. E pse kisha flet për shpëtim? E thot Shën Pauli shumë bukur, thot. Te letra e Romakëve, kapitulli 6, që është themeli nëse doni me ditë i jetës tonë. Thot kështu. Po a nuk e dini, thot, se gjithë sa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e tij. Me anë të pagëzimit, pra, bashkë me të jemi varros në vdekje, sikurse Krishti u ngjall në lavdinë e Atit prej të vdekurve, po ashtu dhe ne të jetojmë jetën e re. Pra, pagëzimi, tu pagëzu, ti merr pjesë në misterin e vdekjes dhe të ringjalljes së Jezusit. E thot Shën Qirili i Jeruzalemit, është shumë e bukur, nëse arrini me ndjek i këtë gjë, dhe ta falenderoni shumë Zotin. Unë e kam falendëruar shumë për këtë që do i thami tash, që e kam shiu brenda vetes. Thot, për Krishtin, thot, për me shku te Ati, për me kalu nga vdekja në jetë, ju desh, thot, që të pëson të kryqin dhe mundimet. Edhe kjo është i peshkët dhe është duke ju bo mësim besimtarve, sa për pagëzumve, dhe ju thot, ndërsa ju, thot, bitë e mi, për me kalu nga vdekja në jetë, nuk keni pas nevoj mu krytëzu, thot. Por, në përmjet pagëzimit, ju e keni ba kalimin tuj. E njajta gjë që ka vlet për Krishtin, vlen dhe për ju. Ti nuk je krytëzu, Krishti është krytëzu për me shku te Ati, ndërsa ti, thot, i merr dhurat bashku në kryq, vdekjen e ringjalljen e Zotit. Shikoni, Krishti ju desht me shku në kryq për me fitu një që na e marrim me pagëzim, një që na e marrim si dhurat pa pësu kur ishte në mishin tonë, pa pësu nga ana jashtë, por brenda po, brenda ka një shndrim të madh, brenda shpirti për të rinjet, brenda nesh. Kur besimtarët pagëzohen, kur lyhen me vajin e shenjtë, janë të shënu për jetën e pasosur. Nuk është rren. Nuk është rren, pse ti e të bë pjesë e mundimit e vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit me një Zotit një ditë. Por qysh sot, gja e në ankora, qysh sot ti merr pjesë në vdekjen e ringjalljen e Zotit. I ke të dyja pjesë.
çka është vdekja në fund fundit? Jezusi ka thonë shumë qartë të Ungjilli i Gjonit. Te kapitulli 15 thot kështu: dashuria më e madhe që ndokush mund të tregoj është t'jap jetën e vet për miqtë e vet. Dhe thot, nuk ju thras mua shërtor, por miq, sepse ju zbulova gjithçka, mora, dëgjova prej Atit tim. Atëherë vdekja çka është? Vdekja për miqt është kulmi i dashurisë. Me vdek për dikan, nuk ke nevojë me fol shumë fjalë. Krishti s'ka fol shumë fjalë, realisht nuk e di as ato 7 fjalë që shpeshherë na ka fol shumë pak. Po ka bën shumë. Ka shku në kryq për ty. A të duket pak? Me shku në kryq dikush për ty? A të duket pak që dikush me falë mëkatet e tuja? Edhe pse nuk meritojnë as i sen prej ti? Pikë pyetje, se cilin zemrën e vetë meditojnë. Martirët tonë shqiptarë, edhe atë në shembull, realisht nuk e di sa shumë kanë shkruajt, disa kanë shkruajt vepra gjana, po shumica prej tyre kanë kënë famullitar thjesht, aty në Shqipëni. Famullijet, kanë punu me popullin e vetë, derisa ju ka ardhur dita e i kanë përsekutu, i kanë ra, e i kanë burgos, e i kanë mytë. Por ata kanë kënë përgatitëm, do më thanë, kanë jetu Krishtin mirë, e kanë ditë se nuk banë mja këthy Krishtit shminën korë. E kanë ditë se me vdek për Krishtin është fitesë, thot Shëmpali. E tësh, ajo që Zoti i banë për ne është e mrekullueshme. Shëmpali, unë kam dëshirë me 3 episode, i banë me kuptu romakëve se si Krishti të ka shëlbu dhe ku ishe ti para se Krishti të bante këtë gjë për ty. Dhe thot kështu: dhe ndjemën, thot, ndërkohë që ne ishim të pa fuqi, Krishti në kohën e dur vdiq për keqbërësit, nuk ka vdek për drejtit. Por hyj, thot, e dëftoi dashurinë e vet kundrejt nesh kështu, ndërsa ne ende ishim mëkatar, i pa fuqi, 1, mëkatar 2, kur ne ende, thot, ishim armiqtë e tij. 3. Krishti, thot, vdiq për ne. Nuk thot ndërkohë që ne ishna të bukur, ishna të shenjtë, ishna të drejtë, të patmet, pa dobësi, ma të mirë të kësaj bote, po thot ishim të pa fuqi, dhe më thanë njerëz, si ju thash më përpara, të pa aftë me shpëtu veten, të pa aftë me shku te Zoti vetë. Ishim armiqtë e tij dhe ishim mëkatar. Krishti vdiq për ne bashkë në këtë moment. Ka vdek për ty, për dobësitë e tua. Shën Agustini thot, me 3 fjalë thot shumë: Victor quia victima. Krishti, thot, është fitimtar, sepse është fliu. Victor quia victima. Fitimtar, sepse fli, sepse është fli. Sepse adhuru për ty, ka shku në kryq, të bajt mëkatet e ta njerëzimit. Një pesh që asë një njeri gjallë nuk mund të bajnë. Provoni me mendu pak. Na heqim këtë të bajmë mëkatet tona, lënë ma me bajt mëkatet e tjerëve. Mendoni pak Krishtin në atë moment në kryq. Nësë mund bajmë mëkatet tona, shpesh herë, jena njerëz të liksht, e Krishti bajnë mëkatet e botës. Më ullë për ditë me falendëru Zotin që ka vdek për ne. Më ullë për ditë me i thamë Zotit faleminderit që më ke shpëtu. E vim një moment që Shëmpali e keni parasysh në atë zellin e vetë, ndoshta, por jam i bindur se Shëmpali në mënyrë të veçantë
sigurisht edhe apostët tjerë shëngjoni, kanë përjetu një farë njësimi në jetën e Krishtit. Njësimi do më thonë që e kanë jetu marrëdhënien me Zotin, por e kanë jetu kaq shumë sa nuk është kuptu mo është shëngjoni, është Shën-Pali, apo është Krishti. Edhe thot Shën-Pali një moment thot, o kryqëzova thot bashkë me Krishtin, jetoj, por jo më unë, në mua jeton Krishti. Shihni, në mua jeton Krishti. Gati kur Zoti vjen, kur ti pranon, kur ti hyn këtë logjik të Zotit, kur pranon që Krishti ka vdek, që ti e po pjesë e jetës ti, vjen një moment që do të njësosh kaq shumë me Zotin, sa vërtet keme kërku çdo rast të mundshëm që prej teje mu shfaq Krishti. Krishti kush? Krishti i bukur kësho qiell? Jo. Jo Krishti si menojmë na, si vizatojmë nga njëherë, ai Krishti i bukur. Jo, Krishti i kryqëzuar e ringjallën. Krishti me varr. Kur shfaqet i ringjallën, shfaqet me varr Krishti. I ka të gjitha. Ashtë ai. Prandaj njësohesh me ta. E shumë shajtër ju dini kanë pas stigmat. Si shaj që ata janë të jetu mundimin, janë si një vazhdim i mundimeve të Krishtit në tokë, si dhuratë. E për këtë, i thash fillim, vdekja gjithmonë po si një frikë, si një përballje, i na të shku drejt një përballje me tyra murit me kry. Kjo është pak a shumë ajo që kena shpeshherë për vdekjen. I na të shku drejt një finishit, ku s'ka finish. Kena përplas murin për kry e miropashim. Njerëzit shqipni thonë do shkojmë të hamë dhej, do më thonë masi të vdesim, kena më hangër dhej. Ashtë e gabume. E thash, me Krishtin marrën ky koncept, sepse Krishti të jep jetën e pasosur. Edhe është një shajt, është i peshkë, Shën Pjetër Krizologu thot kështu thot. T'ju drejtu besimtarve. Thot, por ndoshta ju mbush thot me shqetësim pesha e mundimit thot të cilin ma keni shkaktu. Ashtë të thonë Krishti tash, të shkryt sikur me kënë të shkryt Krishti. Mos keni frikë thot. Ky kryq nuk është një thumë për mu thot, por për vdekjen. Këto gozhda nuk më shkaktojnë kaq fort dhimbje thot, sa e gdhendin ma thellë në mua dashurin për ju. Këto plagë nuk më bajnë thot me gjëmu, por ma mirë i shtin në brendësin e zemrës time. Prandaj, kur shihni Krishtin e kryqëzuar, mos shihni vetëm mëkatet tuaja, që edhe ato do të mi pa. Mos shihni vetëm zezat tuaja, por shihni dashurinë që ai ka për ju. Shihni këto fjalë që ai ja u ka thonë sot, se ai të don fort. Prandaj vdes. Se nëse dikush vdes për ty të don fort, një që nuk e jep jetën për ty nuk të don. Dikush që nuk sakrifikon, nuk ka dashni. Nëse ne sot bëjmë diçka për vllajën tonë, e vëmë re si na dhëm shpirti për ta, dhe bëjmë për ta, të lumt jo. Se dashnia duke që ka vend në ty, duke që ti e don atë person. E aq më shumë Krishti, që na ka dashur me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Edhe letra e Hebrejve thot, është shumë interesant. Thot, po ja lexoj më mirë që mos bini në konfuzion. Thot kështu. Në fuqi thot të këtij vullneti kemi qenë shenjtru me anë të flijimit të trupit të Jezu Krishtit një herë për gjithmonë. Shikoni, Krishti në kryq nuk ka shku me zor. Kur Jezusi thot, a keni vure shpeshherë, m'duhet thot me kry veprën e shpëtimit, m'duhet me shku në kryq. Kur thot Jezusi m'duhet, nuk ashtu fol se është i detyruar prej atit me shku në kryq. Apo dikush i ka nejt Krishtit me pistolet mas shpinet, ke me shku në kryq. Jo,
Jezusi kur thotë më duhet me shku në kryq, është i referu vullnetit atit. E ati thotë, ti ke me kry veprën e shpëtimit. E nuk është detyrim, sepse që thotë Jezusi, unë dhe ati jemi një. Jemi një gjë e vetme. Do më thënë, vullneti atit me vullnetin e Jezusit, asë një herë nuk binë kundërshtim me një tjetrin. Asë një herë. Edhe kur thotë Jezusi në kryq, hyjim, pse hoqë dorë për meje, më falni, se nga njerë këtë që interpretojmë, Jezusi nuk është thonë ku për braktisje, se psalmi mbaron me falenderim. Kur një Jezusin dhe me atin nuk ka pas një thyrje. Ati dhe birë janë një, sepse të dy janë një gjë e vetme. Kur mos e harroni këtë gjë. Nëse ati dhe ta kishte refuzu birin, zdi që me thanë, kur nuk e banë. Pranaj, në fuqit ti vullneti, do me thanë që Krishti thot, edhe unë vetë du me vdek për ty. Edhe unë vetë du me dhanë jetën për ty. Ashtë një teolog, tash nuk e kujtoj taman, për thot, si ishte para si të vinte Jezusi me ne. Ne kishtë në një pushk, thot që ishte drejtu me drejt nesh. E keni parasysh pushka. Edhe e ngrehun për me gjujt, plumin drejt nesh. Dhe më thanë në katë, ishtë në katë. Qa banë Krishti, thot, futet në për këtë pushk. A i vetë, thot, futet në vdekje, në këtë pushk, edhe ja heq plumin, që ishte drejtu më drejt nesh. E qarmatës vdekjen. Ja hek atë që ka kishte me na gjujt neve, thot. A i vetë futet në atë pushk, në atë armë, edhe a i nuk qëllën ma neve. E asë kërkan që ashtë i shënum me Krishtin balë, me fitoren, me Krishtin e rinjallë. Pranaj, unë e di se si tri shpesherë provoni, sepse është një botë që dikur ka ndryshu kanë vënu i 100 vite, 200 vjetë me ndryshu bota. Sot kry 5 vite në shumë, kry një vitit shumë gjana, përshpejtime, gjana. Edhe sot fatkesisht mirë, jojni duke një rini e mirë, por shok tu i në botë marrin rrugët e mrapshta. Edhe një ndër gjanat që ata përjetojnë është që Zoti nuk i falë mëkatet e tyre. Ka shumë tri që sot jetojnë me peshën e mëkateve, por jo vetëm se jetojnë me peshën e mëkateve, por jetojnë me mendimin se Krishti nuk i falë dot, se s'kan falje, se kanë gabu kaq shumë sa as kërkush nuk mundet mja u zgjidh ma problemet e tyre, me shku për para. Edhe mos harroni kur, Zoti nuk ja ka zënë për mëkate. E nëse mëkati, sepse është normale që të përjetojmë pak atë ndërgjegjen brenda nesh, që sepse kur gabojmë flet ndërgjegja, shqyqër Zoti që flet. Por vdekja ti është për mëkatet tona, por mos harroni. Është pak me menu që Krishti ka vetëm për mëkatet tona. Këtë kam ja thënë Marja, ka për ma shumë. Është themelore për mëkatet tona, sepse për i të mëkate kena vdek. Por Krishti nuk mjaftot me kaq. Falë mëkatet e mirë pafshim, jo. Ka ma shumë për ty, e ka ma shumë për se cilin prej nesh. E besoj se ta keni kuptu se qka është. Prandaj, sot ke rini që është e shgënjime. E kam vu numrin 1 me qëllim e kam vu. Pse janë shgënjim? Sepse sot pak mitësit këtë vërtet. Realisht. Mitësia vërtet është mitësia në Zotin. Mitësia që vjen për i Krishtit. Edhe po ta vini re Jezusin, më falni, si polemizim me këtë mikrofon, vini re Jezusin kur hyn në mundime. Qa ndodh? Në darkën e fundit është beton apostit. Në gjithë seman, ja mothin të tanë. Në pretorium, të Pilati, Pietrit dikon një t'i largë. Mas mohimit Pietrit,
bashkër njës ashtë me ta. Tash edhe Krishti kishte mujtë më shgënjë shumë këllaj. Mlanë e mbraktisën të tanë. Jo. Krishti thot, besoj në zemrën e vetë, Krishti ka thoni këtë. Ka matin. Unë s'jam vetëm. Edhe ju të rritë dashta, momentet e shtira tjetë stuj, i vetëm të rritë, por edhe babat e gjyshrit tanë, kush do kjo është në ta? Se vinë momentet e shtira, o vinë në rini, o vinë pleqni, o vinë gjithmonë. Mos është të cëni, dikur kanë njohër. Kur mos menoni se jeni vetëm. Kur mos menoni se Zoti të shgënjen. Njerëzit kanë me shgëny, Zoti s'ka me shgëny. Sa atjerë vinë depresionet, vinë gjanat, se kena munges fejt. Edhe ti me nuk e gjë. Kur nuk je vetëm. Mos u shgënjen, sepse Zoti ka fjallë për ti. Ose ke tri që shkojnë droga. Krishti ka vdekë dhe për ta njerëz që vdesin për drogës. Edhe për ta kalan jetën. Edhe për ta njerëz që e kërkojnë jetën gjana të këqija. Gjana që ja dëmtojnë trupin, shpirtin. Edhe për ta ka vdekë Krishti. Paraja. I thash më përpara Steve Jobs, 5 miliarderi madh. Qa fitaj në fund? Asisa. Nuk more se sa në vetë. Më sukseset e ndryshme në këtë jetë. Nëse njetë vazhdimisht dhe të kena sukses nuk ka shenje mirë. Se më sukseset ka jerë janë shenje që diçka shkon. Duhet mu përballë dhe me dëgjona, me do kundërshtime që shpeshherë na bëhen. Prandaj dëshiroj që sot vërtet i uroj nga zemra e dëshiroj që ta jetoni këtë pashkë të e pa ndryshe. Jo të pa vetëm dzezat tuja e dzezat e mia, por të pa si dhurimin më të madh që dikush ka mujt me bërë për ju. E të lumt ju nëse do të keni mundësinë me taku Krishtin. Në fakt, edhe po e mbylli me këtë. Nuk ashtë se thot ne me Krishtin. Krishti me ne. Krishti është bashku me ne. Krishti na ka parapri. Jo na me ta. Ai me ne. Edhe mas që ai vjen të na, mund t'i thojmë po. Ati. Amen. Ke përdu Krishti. Falenderojmë vlla Gertin për fjalën e bukur e të mirë që na ka përcjell gjithë neve. Mban përshtypje ajo që thashe Krishti ka paguar për çdo njanin prej nesh. A imagjinon që aq i madh është borxhi sa me i pas zdi sa jetë nuk mund na me shlye, nuk di sa, As për amshem nuk mund na borxhin për me shlye.
Edhe në fund tjetës me thanë që mas që s'mune me shlyë borgjën i dënum me vdekjet e amshushme. Vetëm me e kalua këtë në për imaginat, edhe pëse na nuk e zejmë kryet në fakt. Disi e zejmë ndë raste, ndë gushtica e zejmë, pëse këna shumë për me u përgjigje dhe nuk mundna, edhe zahë në gosht të këshyrim për me mujt me e gjeti mik të fort. Kurse në fundin e jetës na mundna me dalë për para me pashaportin e pagëzimit, pëse për ne ka pagu gjaku i Krishtit. Sma Krishti ka pagua me gjakun e vetë. Këtë kem nevoj me mësua na, pëse do të zahna gosht. Do të zahna as gosht. E këtë në mësën vetëm dhimbja. Vuj her pas here, që du me dalë prej saj me një herna, vuj her pas here, zahna gosht. Për me mojtë se si mu liru prej kësaj vujtje. Kja është shaj një simbol i vogël, një shaj e vogël, e asaj vujtjes madhe që do të gjana në fundin e jetës, ku na duhet me shku me pashaportin e pagëzimit. Syre mund të kaloj me këtë pasaport se ka del gjakun ai për mua. Mirë. Du me i ba mirë se ardhje ndëm bledarit, e këna që njësët këna gjetë. Kërkojmë djesë, sepse na nuk këna lanë me ditë ty se këna ardhë këta. Jena prej dajqit na. Edhe dëm bledarit. Mirë, në lidhin me këtë qka është folë, qka kemë bashkëndat dhe i tash, motra jonë Leonilda, prej Zadrime, prej aty ku shërbejmë prej dajqit, ja ka një nevojnë edhe kësi kjo me ka në shëlbume, si me thanë, ja ka një nevojnë vdekjes Krishtit, edhe efekteve të hireve të vdekjes e Jezusit për jetën e sajna, atër të janë një nevojnë, ka dhe kjo 2-3 fjallë, me i bashkanda me nesë qka Zoti, si me thanë, si vdekja e Krishtit e ka prek të kanonit e sajna, edhe qka i ka dhua Zoti. Nisë. E një dzej, e di se si një dzej, por ajo a dzej zemrat fakten. Nuk është e lejtë mu dzej zemra, se mu ka bo 3 vite mu dzej zemra. Edhe është një proces që vetëm Zoti më rendi me bo avash. Mirë, unë jam, për shumice njohin, por për ta që nuk njohin, unë jam Leonilda. Jam linë dhe rritin këtë famulli. Jam fëmija i parafundit, kam 2 motra më të mëdha, një vëlla më të vogël. Jam rritë në një familje katolike me tradita katolike, por gjithmonë është gjatë tjetër me kanë me traditë katolike e gjatë tjetër me jetu Zotin. Kështu, kam kanë 15 vjeqe, kur vazhdan ka adoleshenca i fje ma shumë, me kanë pak ma brushme, nërko, kur kam kanë 15 vjeqe, ka edhe bashkësia në famulli. Bashkësia janë motrat e vlezit e mitash. Kur ka fillu kja adoleshenca, njeriu fillon thjesht për julla ku njeriu fillon i fije pak më shumë me planifiku. Edhe unë si çdo i ri kam fillu me planifiku jetën teme, si do të jetë jeta jame, çfarë do për jetën teme. Normalisht tu kanë bërë tu po kam fillu me ju përshtat botës me të gjithë mentalitetin e saj e me gjithë shka ka kërku ajo. Kam fillu me u vesh si den bota, me ato pantollat e shkurtat, bjatat, gjana, me ato fustanet e shkurtat, naltat, i dini jo. Si ju. Nështë ju krejtë si vesh një ashtu, por unë i kam vesh si është tendencat e fundit, si janë modat e fundit. Pa pas vedijen se na jena tempulli i Zotit, jena tempulli i Shpirtit Shenjtë. E kështu, në këto planet e mija, me kryu një familje, me pas një burë, me pas fëmijë. Nërkohë, edhe bërësia nërkohë ishte aty edhe ishin këtë lutja si ishte sot. Nërkohë lutësha,
15, 16, 17, me shapjes në lutje, me shapjes në këto katekeza, në seminare që o bashin, por e pa fuqishme për me ndryshu jetën prej për mrena, as prej për jashta. Vile kujtoj njëna prej motrave që mbate katekizëm nuk është motër Manuela, kur më shihte nërgu që vazhdo të ajo me folje, edhe më shihte prej largë një 3 metra, në visha ashtë dhe veshën, edhe fillote me ba, kujtu shku se në kish, ja po ja të tesha ishin edhe vetë të tjo. Të më dine më thote o son limesh. Po thusha që kanë mërë këto me mu që pëse jo lime, unë për s'morit më dukë të se. Por mirë, kështu të vazhdu me këtë. Di që nërkohët, gjatë tyne 3 viteve kujtoj, se Zoti një mënyrën i tjetër ka fillu me ba punën e vetë mrenë. Edhe të ma shpo lajmin e mirë, të më thanë se Zoti dënë, edhe Zoti ka një plan për ty, nuk kam kënë krejt indiferente mrenë, nuk kam pasi me besu se nuk e jetasha se Zoti më dënë. Nuk ishte diqa që mrenë levisti, diqa mrenë a me jetë, me thonë se unë e besoj se Zoti më dënë. Nuk kam ditë me jetu këtë gjanë. Por, nërku që Zoti dhe prote mrenë, edhe nërku që këto gjanat e tjera vetë ju të shgënjeshin se bashkë i gjatë për nuk t'jep të një gëzim, nuk ishte ja e lumëturi që unë isha të kërku, isha të bëhet tonat sforcim, të hargju tonat energji, edhe nuk isha atë që lumë të nësa unë jepsha, nuk mersha atë sa jepsha. E kështu e kujtaj se kam fillu me kërku Zotit, ose cili është vullneti jëtë me jetën të amë. Që dhe me thajnë që Zotit ka një plan me mu. Nërku e kërkosha këtë, për nuk e disha se Zoti ka marrë ka qafër, se gjithmonë Zotin e kishë jetu si dhe qatë largë, dikun ati që veprën e ban diçka, por jo që Zoti mundet prej mrena zemrës teme me posta në të forcë. E nërku që kam jetu këtë për ju kështu, kam vazhdu shkollën e lartë, vazhdova prapë me ato gjanet e shto, e kam vazhdu në të tarë një nartë këti vitit, e kujtaj se e kam pas e kam jetu një njërë më të veçanë, një zonë mrena me jetë, këtë zonë që vazhdimisht fliste, por nuk isha forcë me një gjuhë, ato me në Zoti ma ka lanë hirin me një, të më thonë se unë kam një plan për ty. Edhe du që të ma ja për shkrejt jetën të anë. O, Zot, unë kisha bë tonë ato plane, kisha nërtu tonët kështjellë mrena me jetë, edhe si me abatë është, o Zot, ishte një krizë shumë e fortë mrena me jetë, dhe normalisht nuk i kam thënë Zotit fillë, po, kam luftu shumë në ta. O Zot, a muna mund me bë këtë? A muna mund me jetu që të ditë në shpinë tonë, është një jetë, nuk është një ditë. Me jetu është si dënë ti. E mi lanë tona këta që unë kisha nëru, kisha planifiku. E vazhdimisht Zoti më thotë në zemër se unë jam me ty, unë jam me ty. Kja është aja që më ka, me thonë ashtu më ka mu shmenen, se misha vetën shumë paftë, mi a dalë, sigurisht vetëm është e pa mundë. Por Zoti vazhdimisht më thotë e këtë. Në këtë ka ka një krizë shumë e madhe këtë për ju, edhe Zoti kështu, unë ashtu, por e kam po mrena me jetë se kanë fillu me ra ato mënyra si unë e shisha të bukren, vlera që unë kisha nërtu dhe atë moment. Si me thonë, vetë jutë të pa, Zoti të malon dritën me pa të vërtetën, të bukrën e vërtet, që të me thonë e bukrën e vërtet, e mira e vërtet. Aja që mu ma nërtën jetën, aja që mu ma jep gëzimin, aja që mu ma jep lumëturin që unë isha të kërku. E kështu, ka dalë në këtë luft, e kujtaj verën e fundit, para se me i në bashkësi, kena shkullë në Poloni, e ka një ultim që e kena ba, ditën e rinore, Marman, të Mgerë, ta disa prej jo që kanë kënë. Edhe ka kënë edhe një hapë edhe me i forë që unë e kam bjella atje dhe kam dhe në Zot që Zotit një Allah jetën. Kam thënë të kushtojnë sa të kushtojnë. Jo pëse unë mundem, jo pëse unë di, jo pëse unë kam kënë ma mirë, jo pëse, por pëse Zoti më ka përskjellë në këtë formë, Zoti ka mendu këtë gjatë për mu,
E unë në sajtë forës ti, të i besu pranis ti, do t'a bëj këtë gjo. Kështu e kam venus, kam ardhë shpi, jam përpjek një thanë familjes, si një thanë ishim, normalisht ata kishin buri, disa ndryshime në mu, por si mja o thanë tash, i di që marrë mamin e babin e dhe thamë, unë kam venus me a kushtu jetën sëllit edhe me hinë bashkësi. Kështë bashkësia aty. O, zot, absolutisht ishin dakord. Mama më thote, nëse ti e banat punën, ti s'ke ma nanë. Edhe më thote, mrapa që dhe në ti më ba mërgesh, dherë tash ki dalë ma të funa, ma të fustana, ka të erdi ty tash më ba mërgesh. Se të ndote që mos me ba këtë gjallë dhe të me... Ka ka një luftë. Kështu e vazhdushme me ta. Edhe ja kam besu Zotit këtë gjallë, edhe kam thënë ose ti me kuhen kime ba diqa, sepse ishte pa mujtën edhe në shpi, kur ishim, mami ishte një kundështim vazhdushme. Më batë në mundote më respektu pak më shumë, por edhe i nuk e pranote as motrat, as vlaj. E kështu i kam lanë këtë gjeni, i kam lanë në shpi, edhe në 26 tetor, ka në 2016, ka në viti mëshirës, për atë mëshirën që tjerti foljet shumë për para, që Krishti e ka lanë jetën, vetëm që na me pranu këtë mëshirë dhe këtë dashni, ka marrë në bashkësi, ka gati 7 vite që jetoj në bashkësi, të mundu që të ditë me realizu këtë planin që unë e kam një në zamër e ditë. Kërkoj sot në mënyrë të veçantë, ashtu si unë e kam një bekimin asë në fjale, kër e kam të nësotit me gjithë zemër, u baftë vullneti atë sot. Nuk e kam ditë kaj që jam të thajnë, por Zotin ma ka lënë hiri në zemër, mi thajnë, u baftë vullneti atë sot. E kështu kisha dashtë, edhe sot, të tanë bashkë, që të qona pak momente në kamë, edhe do na mja thanë Zotit bashkë këtë fjallë, të gjithë një zanit. Tu e kërku në zemën tonë me të vërtet që të bëhet vullneti. Jo se këna mu bëhet të gjithë morgesha e prifta, por se ju jeni taman lullen e rinis të fillu jetën, dikush dhe me gjetë vikam njëri unë e zemës, dhe me gjetë me realizu jetën, e vazhdu i shkollë, të gjithë kanë nevojë me ditë që do në Zoti për jetën tonë. E kështu në këtë moment, të mëllë sytë, do na me gjithë zemër, me zanë, të gjithë bashkë, me thanë, u baftë vullneti jetë o Zot me jetën tënde. U baftë vullneti jetë o Zot me jetën tënde. U baftë vullneti jetë o Zot me jetën tënde. U baftë vullneti jetë o Zot me jetën tënde. Kështu edhe me një këngë dorëzimit, do na mja lanë Zotit krejt jetën tonë, krejt vullnetin tonë, krejt forcen tonë. Do na me leju me i thanë, duhe Zot me basi dënë ti, pse aty është realizimi edhe aty është krejt gëzimi jonë. Falenderoj shumë motër Leoniden për dëshmin
e për hirin që bashkëndan me ne. Gjithmonë kur dikush bashkëndan dëshmin e vetë, bashkëndan hirin e Zotit, atë hir që i ka prek. Dhe tu e fol atë hir, po atë hir në e përcjell. Jo mu ba murgesha e prifta. Se ajo ju tha, ele normal kjo. Ajo ju tha se ka kënë me Armandon në takimin me papën, Te dini mirë se Armando ka shku për të njëjtin qëllim, me zbulu vullnetin e Zotit. Edhe ka zbulu e gruën e vetë atë në të takim me papën. E vërtet. Ka kënë Francesca aty, e ka pas 10 metra larg shtëpisë ti Franceskën qysh vogël, pra kanë linë, janë rritë bashkë, kanë shku në shkollë, tana e se ka pa dera ditë. Dera ditë që ka shku në takim me papën, janë zbulu vullneti i Zotit e ka pa para syve vetë, se Francesca dhe ka me kanë gruja ti për ta jetën. Që që Leonida, që ka dash burë, e fëmi ka pa Krishtin në papën, a i ka pa Francesca. Kështu, falenderojmë Zotin, se është një mrekulli. Nuk ka mirë me folë për ropin e shpis, por po në një gjanë kisha me da me folë për motër Leonildën, ka që jam dëshmitar okular, është se ma për para, se kam njoftën ma për para bajgit vogët, ka amundua me i pëlqy botës, njerëzve, edhe vetit. Por me zbulimin e hirit, qysh atëre mrapa, gjdo dit, në jetën e vetë e ban me i pëlqy Zotit. Ka një kujdes të malë për jetën e saj në marrëdhënie me Zotin edhe jetën me i pëlqy Zotit. Kjo është vullneti i Zotit për ne, me jetua me i pëlqy Zotit. Kur i pëlqejmë Zotit, i pëlqejmë Parizit. Kur i pëlqejmë Parizit, u pëlqejmë shajtenve, e kjo është domethënia e jetës tonë. Për këtë falenderojmë Zotin për hirin e madh, që ja ka dhënë Zoti kësaj edhe ne, të gjithë juve. Tash do e marrim 10 minuta pushim. Atëherë do vime do dëgjojmë, nëse është, do vime do dëgjojmë katekezën e dytë. A shinja është. Dëgjojmë katekezën e dytë, dëgjojmë dëshminë e dytë, atë na presim këtu na me shtartë dhe Don Mario, me bashkësin, lutna për ju, shkurt jo gjatë, e vazhdojmë lirshëm atë dreken edhe shëtisim pak e ndërpse.